Astrologjia, taroti, çfarëdo lloj forme e divinimit nuk e zaventon punën e vërtet me vetveten. Këto doni me ditë. Edhe unë vetë që e bëj, ja u sugjeroj njerëzve me marrë me sportivitet. Do me thonë, ja u sugjeroj njerëzve me marrë si një sen arktus, kur të fol, kur të ngën, me nxjerr diçka ma tepër, se sa sipërfaqen, se sa çka mundet me ndodhë, se çka o kjo, çka është ajo. E ka interesante në vetë, definitivisht, jo pse kejtë thashtë e dit me kuptu tarotin në atë fakt mënyre të thellë, po ka njerë ma mirë me lyp një lexim të thellë se sa një lexim kështu pika të shkurta që apo bëhet. Ama saj përket atynev që mendojnë që është mashtrim, të thënë të drejtën unë nuk jam këtu për me bind kërkën që është kështu ose ashtu. E rëndësishmja e kësaj pune është që për atë sa nuk ju bën dëm njerëzve, për atë shku sa e bën jetën ma interesante, nuk është nevoja më të pengu. Edhe ai që nuk merret me astrologji e me tarot e ka dikon ilaçin. E ka dikon atë helmin e vet, çka do kofta ajo, edhe nuk e di tash cila është ajo për juve, po e dini ju për veten e juve.